رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Fillojmë me lejen e Allahut Azza wa Jall me këtë kurs, sikurse është emërtuar për një shtresë të saktuar të njerëzve është, do të thotë nga se do të trajtohen tema që u përkasin atyre. Andaj në vazhdim prej sot dhe më tutje deri në përfundim të kursit do të jemi së bashku me temat e një kapitulli të rëndësishëm të ligjit dhe të jurisprudencës islame, fikut islam, që ka të bëjë me rregullat dhe kapitulla që përfshin aspektet e shitblerjes. Normalisht u cek në fillim se do të ketë më tepër se një ligjërues dhe secili ka detyrën e vet që do të ligjëron atë çka i është dhënë në përgjithësi. Përgjithësia që unë e kam marr ose s'po kam marrë dhënë është se të flasim për bazat e shitblerjes. Do të thotë përmes ligjëratave që do t'i marrim së bashku, do të vendojmë baza, e pastaj ndërtimin e ka dikush tjetër. Kështu që çdo sen që ka të bëjë me esencën dhe bazamentin që mbi të ndërtohet fiku i shitblerjes, do ta marrim së bashku me lejen e Allahut Azza wa Jall. Ndërsa aspektet praktike dhe ato që kanë të bëjë me format e ndryshme moderne dhe bashkëkohore të tregtisë dhe të transaksioneve të ndryshme, do të mirë në dersin ose në London ose në orën tjetër e kështu me radhë. Prandaj rëndësia e temës që ne do ta trajtojmë së bashku është e shumë anshme. Nëse nuk do të kishte rëndësi tjetër përveç se kësaj që do ta cegu, do të mjaftonte që përqendrohemi dhe të koncentrohemi këtë. Nuk keni mundësi, nuk kjo është me garancë, nuk keni mundësi me i kuptu rregullat e shitblerjes. Po mendoj ato që kanë bëjë me format moderne dhe bashkëkohore, nëse nuk dini se mbi çka ndërtohen ato. Nga se tregtia qoftë në islam, po dhe në perëndim e ka një bazë. Pastaj ajo zhvillohet në bazë asaj baze dhe merr forma të ndryshme, mirë po në fundit kthehet me një lloj baze që ajo e dikton kufinin edhe ajo e dikton formën edhe tempon e asaj forme. Për këtë arsye që të mbeteni të privuar vazhdimisht që për çdo lëvizje të pyetni të merrni fatva, nuk kish pas nevojë të marrë ky kurs aftë. Nga se çdo sen që ki nevojë thirr hoxh me telefon, edhe ai tregon se kjo është halal, kjo është haram ose kështu me radhë. Mirë po dëshira ka qenë që të kaloni këtë fazë. Nuk po them se të pavarësoni komplet, nga se do të keni mundësi me këtë kurs të pavarësoni në marrjen e fatvave, edhe në dhënien e tyre. Mirë po spaku do të pavarësoni në kuptimin e disa çështjeve të rëndësishme që kanë bënë me tregtin. Pse për shembull kjo formë është haram, edhe ku e ka bazën shariat. Kjo mjafton arritje për juve. Pse për shembull shariati e lufton këtë formë të tregtisë, pse e stimulon këtë, mbi çka ndërtohet kjo, edhe ku janë rrend e tregtisë bashkëkohore tek tregtia që është zhvilluar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra do të marrim prej fillimit, duke filluar nga shitblerja, nga tregtia, çka nuk kupton, cili është definimi i kësaj forma të bashkëpunimit mes njerëzve në shariat, cilat janë kushtet e saj, llojet e saj e kështu me radhë deri tek ajo që është planifikuar të mirët së bashku me juve. Kjo është një vërejtje domosdoshme që po ashtu më thon. E dyta, dersi që do t'i marrim, do të thotë ligjërata që do t'i marrim së bashku dallojnë nga ligjëratat e tjera. Do të thotë nuk ka shumë emocione këtu, nuk ka shumë pjesë që ndoshta ka mundësi njëri me rrit imanin këtu shumë ose me prit diçka që do të thotë është natyrës më tepër edukative ose të asaj të vajzit të ligjëratës, mirë po janë dersë shkencore. Kërkojnë koncentrim, kërkojnë përqendrim,
kërkojnë përgjegjësi gjatë ndëgjimit e kështu me radhë. Nga se një kusht pe kushteve më bëhet ik, atë të pështillën të gjitha kushtet e tjera. Pa si që do ta vërim në sonte, do të shumica e dersit e legjëratës, do 90% është ndërtuar në pika. Se çdo pikë i ka 9 pikat e veta. Kështu që nëse nuk e përcjell ligjëratën gjatë shëllimit, edhe nuk përcjell me shërime, do të kesh vështirë ti bashkangjitesh karavanit në ligjëratën e dytë, e të tretë e kështu me radhë, po flas për të njëjtën pjesë të kësaj lande, e mos flasim se pastaj do të çrregullohesh edhe për të ngjitur në pjesë të tjera, nga si janë të lidhura. Ato që do ta shpjegoj unë, mbi të ndërtohet ajo që do ta shpjegon Hoxha Alaudini. Nga sa ai do të flet për format moderne dhe bashkëkohore të tregtisë, ato që janë sot njëra, mi po nëse se ke kuptuar këtë, nuk do të kesh mundësi të ngjitesh në dytën për ditë se pse kjo formë është halal, e pse kjo formë është haram e kështu me radhë. Prandaj kërkohet koncentrim, ndoshta dikush për ju e tash mos them aty shumica apo pakica, nuk është mësu, do të thotë që në këtë formë arsimore ti merr rregullat. Do të thënë do moti për shkollës, edhe jeni tash të marrë punë tjera, mirë po e kemi për obligim. Kjo nuk ka punë nafile. Nuk është punë do të thotë që valla është vullnetare, po provoj nëse më shkon, mirë, nëse nuk më shkon, do të thotë unë e lë këtë punë. Kjo nuk është e kësaj natyre. Nga se mësimi i këtyre parimeve, mësimi i këtyre rregullave është obligativ për çdo njeri që do të mirret me këto punë. Do të thotë, ai që nuk mirret me tregti, ai që nuk ka punë me tregti, e do ta marrim rregullën e tregtisë. Dikush nuk kupton tregti diçka tjetër. Do të thotë, kam përshtim tregtin në kuptimin shariatik. Do në çdo kënd që e përfshin definimi shariatik i tregtisë, ai e ka obligim të mësojë rregullat e kësaj tregtie. Për këtë arsye edhe ka qenë e njohur në kohën e mëhershme që do të thotë tregtari nuk ka mundësi ta ushtrojë detyrën e tregtisë e as ta merr këtë veprimtari si punë të tij nëse nuk i ka ditë rregullat e tregtisë. Edhe ka pasur provime të saktuara që u kanë bërë tregtarë, sikurse ka ndodhur me Omerin radhiyallahu ta'ala anhu, e dini këtë rast ka ndodhur dhe është fut në treg. Në treg ku është zhvilluar atëherë, në atë formën e vet që ka qenë. Edhe i ka pyet tregtar për rregullat e caktuara. Ai që s'ka ditë këto rregulla e ka dëbuar nga tregu Omerin, nga se ka thonë ti nuk meriton me u gjin këtë mes, nga se kanë frikë se u shet ose u merr haram musliman më. Prandaj kjo me kuptu se është obligative për juve. Ata që janë sikurse jo, se kanë obligim me mësu këto rregulla. E kanë për obligim me mësu rregullat e tjera për shkak që kanë të bëjnë me veprimtarinë e tyre e kështu me radhë. Prandaj obligimet në Islam janë dy lloje. Obligime individuale, të sa duhet çdo individ me mësu, sikurse është abdesi, sikurse është namazi, nuk ka mundësi me thonë se valla një grup njerëzve ka bërsh me mësu abdesin e tjetri nuk e ka bërsh. Pse? Nga se abdesin e ka obligim çdo individ me marr. Prandaj është obligim për çdo njeri me mësuese si mirët abdesi dhe çka e prish abdesin, si falet namazi e kështu me radhë. Mirë po, rregullat e zakatit, kush i ka obligim me mësu? Ai që ka bërsh me dhon zakat. Jo ai që s'e ka bërsh. Nga se ai që ka bërsh me dhon zakat duhet me mësu rregullat e zakatit, nga sikur të jap zakatin, sikurse është edhe pjesë e këtij kursi ti mësoni rregullat e zakatit. Kur ti mëson këto rregulla ta din se si me pastru pasurinë e tij. Çka japet zakat? Sa japet këtë zakat? Kujt japet këtë zakat? Kur japet këtë zakat e kështu me radhë. Edhe tek tregtia, gjithashtu për shembull, ai që nuk është pjesë e kësaj veprimtarie, do thotë nuk është tregtar, nuk merr me tregti, atij themi se ti është mirë me këto rregulla, mirë, por nuk e ke obligim. Mirë, po ai që mirë me këto rregulla e ka për obligim për dy aspekte. E para, për të siguruar, don shkaku pse ka obligim dikush me këto rregulla, thash në këtë rast ai që mirë me tregti e ka për obligim për dy sebebe, për dy shkaqe. Shkaku i parë për të siguruar vetit ushqim halal, pastaj që nuk din, do të shet haram ose investon haram duke mos di se është haram. Në shariat është një rregull që thuhet ajo që ndërtohet do të thotë në të kotën, ajo që ndërtohet ndaluar, edhe ajo bëhet e kotë dhe ndaluar ato. Kjo është e para. E dyta që mos të shkakton, mos të bësh shkaktar që edhe të tjerë të binë në këtë ndalesë, në haram. Për shembull, ai ka mundësi që ta shpall një formë të caktuar të shitjes së mallit të tij, e cila në esencë shariatikisht është haram.
Edhe ai në këtë rast lere që e ka fut vetën e tij në haram dhe ka fitu haram, mirë po ai ka nxit dhe ka stimuluar që edhe të tjerë të futen këtë haram, andaj është zgjeru për hapje e haramit duke filluar nga vetja e tij dhe familja e tij, e duke u zgjeruar tek të gjithë klientët e tij që kanë pas punë me këtë njeri apo. Andaj përgjegjësia është e madhe, duhet që të kuptojmë këtë përgjegjësi, të mësojmë këtë rregulla sikur se duhet. Edhe vërejtja e fundit para se të kyçemi në temë ka të bëjë me një tjetër informat që duhet ta kuptojmë se përmes një kursi të këtij lloji, do të thotë sikur se është ky kurs 1 mujor, i ka nga 2 ditë në javë, do të thotë keni gjithsesi ka 8 orë për zolant. Nuk është e mundshme të përthekohen të gjitha aspektet e shitblerës, apo normal. Nga si fiku islam është shumë i gjerë, përfshin domthon aspekte të mëdha dhe të gjëra ato që është e pamundshme që të gjitha të përfshijmë këto. Prandaj qëllimi i këtij kursi nuk është të informoheni komplet për çdo segment e çdo detaj të këtij lloji të fikut. Po më rëndësish është që ti kupton disa rregulla të përgjithshme e para dhe e dyta të bindemi gjatë trajtimit të këtyre temave se fiku islam ka kapacitet dhe është i mundshëm të përballon të gjitha formave moderne dhe bashkëkohore të tregtisë, të jap rrugdalje, nuk është një fik i cili stopon ose një fik i cili pengon ose një fik i cili është barë mbi tregtarin musliman që mos ketë mundësi ta zhvillon tregtinë e tij. Do të mësojmë se kena mundësi me u gjend në tregje edhe ato ndërkombëtare, edhe ato lokale tonat, duke qenë musliman, duke ruajtur pasurinë tonë, duke e zhvilluar këtë pasuri, edhe duke ajo që është më e rëndësishme, duke ruajtur pi haramit. Gjitha këto janë të mundshme. Mirë, po ai që nuk e njeh këtë punë, ka mundësi me paraqyku. Vallahi në këtë rreth do të thotë pa këtë s'ki mundësi, pa këtë nuk i mundësi. Do të thotë duke e pa realitetin e zymt, ky e shtyn që të merr një hapë të thotë se nuk kam rrugdale, jam i detyruar që të futem këtë haram, edhe unë hyj në këtë haram Zoti na ruaj. Andaj përmes rregullave që të mëson do të shihni se fiku islam nuk është diçka i cili lidh duart e tregtarit dhe nuk e lën që të lëviz, do të shihni se është shumë i gjerë, do të përfshin shumë aspekte dhe nuk e lën besimtarin që të humbë në tregtinë e tij as në dunja, as në ahiret, edhe mëson atë se si të fiton përmes së pasurie, edhe aspektin material të arrit, mirë po të arrit edhe hapësirën e tij në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, nga se këto janë dy gjëra të lidhura mes veti e që në këtë pikë dallon ekonomia islame ndaj ekonomive të tjera. Pas kësaj që e thash, të hym në temë. Fiku i shitblerës. Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar njerëzit që të adhurojnë atë. Dhe kjo adhurim nënkupton tërë jetën e tyre. Sikurse e ka përmend Allahu xhalla wa ala në fund të surës Al-An'am, ku thot Allahu azza wa jalla: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lah, wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Thuaj o pejgamber, thuaj besimtarve, edhe ju o besimtar, thuajini vetës e juaj edhe të tjerëve. Kul, thuaj, inna salati, me të vërtet namazim, adhurimim, përkushtimim, wa nusuki, edhe çdo adhurim tjetër, wa mahyaja, edhe tërjeta ime, edhe vdekja ime, janë për hir të Zotit, lillahi rabbil alamin, Zotit të botrave, la sharika la, i nuk ka shok. Ai nuk ka shok. Ky ajet na me kuptu vllazni se jeta jon është e lidhur me atë pjesën e fundit, se nuk ka shok. Do të thotë, Allahu nuk ka shok në adhurim, Allahu nuk ka shok në sundim, Allahu nuk ka shok në furnizim, Allahu nuk ka shok në sundim, Allahu nuk ka shok në ligjvënie e kështu me radhë. Që nuk kupton se kur ja ke pu Allahut azza wa jall të drejtën që të jetë ai i adhuruar i vetëm dhe nuk merret as kush të adhurohet, as të respektohet, as të ndëgjohet, as të pasohet, as të cakton mënyrën e jetës pas Allahut azza wa jall, ti ke dëshmuar me këtë se e tërë jeta jote dhe çdo sa që ndodh brenda jetës sënde duhet të jetë e koordinuar me këtë fjalë të tauhidit, këtë fjalë që ka thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ky është tregtari i besimtar, ai i cili e koordinon jetën e tij në bazë të dëshmisë që ka pranuar.
në bazë të tauhidit të tij, edhe nuk del jashtë kësaj atë. E dyta është se shariati islam nuk ka ardhur do të thotë që njerëzit sikurse e ceka merr ti pengon. Mirë po ka ardhur që ata ti mëson se si në mënyrën më të drejtë, më të mirë edhe më dobishme ta shfrytëzojnë çdo begati që Allahu atyre u ka dhënë. Prandaj Allahu xhalla wala kur përmend misionin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot: "Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith." I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka për detyrë dhe misioni i tij është që t'ua bën të lejuar atyre çdo të mirë dhe t'ua ndalën atyre çdo të keqe. Prandaj çdo sen që shariati e ka leju, ajo është në esencë dhe në vazhdimsi në dobi të njerëzve. Dhe çdo sen që shariati e ka ndalu, padyshim, edhe pse ndoshta pamja e jashtme e saj duket e dobishme, mirë po padyshim se brendësia e saj dhe përfundimi i saj është i dëmshëm për njerin dhe për njerëzimin përgjithësi. Në këtë rregull duhet ta kemi vazhdimisht parasysh. Andaj çdo rregull që e marrim dhe themi se kjo është haram, dikush ka mundësi që ti ndoshta ti sillet në kokë se po kjo është dëshmuar se është e dobishme, çka e gjykon këtë se është e dobishme apo është e dëmshme, bindja jote se shariati ka ardhur që ti bën gjërat e mira të lejuara dhe ti bën gjërat e këqija të ndaluara. Tjetër pikë në këtë parathënie të këtij fikut është se fiku i shqiptlerës bën pjesë në fikun e marrëdhënieve ndërnjerëzore. Qase fiku islam ndahet në 4 pjesë, në 4 kapituj të mëdhenj. Është fiku i adhurimit që përfshin abdesin, namazin, zakatin, përfshin agjerimin, haxhin e kështu me radhë. Në çdo se mëson ti e adhuron Allahun subhanahu wa taala, ky është kapitull i madh dhe i gjerë. Kapitulli i adhurimeve. Kapitulli i dytë është kapitulli i gjendjes civile, do njerëz marrëdhënieve të ngushta civilëve, do thotë martesa, shkullërzimi, drejtat ndaj fëmijët, drejtat bashkëtorë e kështu me radhë. Edhe ky është kapitulli i madh. Edhe kapitulli i tretë është kjo që na po flasim për ta. Do thotë kapitulli që flet për marrëdhëniet, muamelat, marrëdhëniet ndërnjerëzore, do si i rregullojnë njerëzit raportet mes vete. E ky është kapitulli i gjerë, një prej këtyre kapitulleve që janë këtu përfuni është kapitulli i shitblerës apo. Do të si njerëzit i rregullojnë raportet mes vete në aspekt të përfitimit të tyre materiale apo. Ka edhe aspekte tjera që njerëzit vendojnë raporte mes vete, por ky është një prej këtyre aspekteve. Edhe normalisht kapitulli i fundit është kapitulli i krimeve ose i dënimeve apo, do të thotë që nëse ky vepër një punë, çfarë është dënimi i tij, nëse dikush do i ki 3 kapituj me rregulla, edhe kapitulli i fundit ai i rregullon këto 3 rregulla se shkelet. Do të nëse dikush e ka shkel këtë rregull këtu ose këtë rregull këtu, është kapitulli i fundit që rregullon dënimin e duhur që duhet ta merr njeriu që e ka shkel rregullën në 3 kapitujt e lartë përmendur. Në kapitullin e adhurimit është një rregull i cili e mbështjell tërë këtë kapitull. Ajo është se në kapitullin e adhurimit çdo send është i ndaluar pas asaj që ka ardhur argumenti se është e lejuar. Do të thotë, nuk lejohet me marr abdes, as nuk lejohet me u fal, as nuk lejohet me agjëru, as nuk lejohet me dhon zakat, as nuk lejohet me bëu hax, as disa pejtyne nuk lejohet me bë përveç se në formën që e ka caktuar shariati atë. Pra nëse dikush thotë, unë duhet ta adhuroj Allahun azza wa jall, dua të falem, mirë, po në dua të falem 2 namaze. A themi se pranohet kjo pejtë? Jo. Për çfarë arsye? Ose thotë unë dua më fal 5 pakën, 7 farzë në ditë do më fal, themi se nuk pranohet. Për çfarë arsye? Nga se ky rregull, në këtë rregull do të thotë në këtë kapitull, po do të thonë, do vlen rregulli se çdo sen është ndaluar. Zguzon asnjë sen çka ka të bëjë me këtë kapitull të veprash, përveç se nëse ki paraprakisht argument për çdo veprim që e ke bërë. Prandaj çdo lëvizje namaz duhet me pas argument. Nuk guxon asnjë lëvizje me e bë në aspekt të krahasimeve ose analogjive. Për shembull, me thonë se unë po e bëj këtë çështje, këtë lëvizje namaz, pse? Se çështja është mirë me bë në këtë kapitull. Nuk guxon ose krahasime. Nga se kapitulli i adhurimeve thash është i rregulluar përmes argumenteve të shariatit. Nuk guxon të veprohet asnjë veprim, të thuhet asnjë fjalë, as të mirë, as të qëndrim këtë kapitull për se duke e mbështet tërë këtë në argument të shariatit. Te kapitulli që po flasim për të dallon puna. Në kapitullin e shitblerës
çdo lloj i shitblerës është halal. Çfarë do lloj shitblere që njerëzit e shpikin çdo formë të marrëveshjes mes tyre, çdo formë të shkëmbimit të pasurisë mes tyre, çdo formë që ata e shohin të dobishme, e tëra është halal. Pas asaj që shariati ka thënë se është haram. Do të dallon mes asaj pse, nga se çështja e adhurimit është më e ngushtë. Dhe çështja e raportit mes tyre është më e gjerë. Në çështja e adhurimeve nuk varet nga koha nga vendi. Ajo është një herë përcaktuar, edhe ajo është deni ul qiyame. Do të nuk varet përparimi i shkencës, as zgjerimi i tokave, as dënësia e popullatës për shembull, për më tregu se kur jeni 1 milion vetë që të falet namazi e kur jeni 100 vetë që të falet namazi. Namazi është namaz. Edhe është për çdo shekull, për çdo vend, për çdo gjuhë, për çdo popull e kështu me radhë. Mirë, po tregtia dallon. Format e tregtisë dallojnë për shembull për popullin popull. Dikush për shembull, një popull e ka këtë formë të caktuar të lidhjes së marrëveshjes, që e njëjta formë për shembull tek popullet e tjerë nuk kupton, mos kuptim. Që të një popull nuk kupton, kuptim. Ose e kundërta. Për shembull, aspektet e ortaklëkut, partneritetit mes dy palëve ose më tepër, rreth një tregtie të caktuar, dallojnë për një vendi në vend. Andaj do ta marrim edhe gjatë do të thotë mësimeve në vijim, se edhe tradita ka ndikim këtë kapitull. Do të thotë edhe tradita ka ndikim këtë kapitull. Për shembull, nëse dy vet mirën vesh rreth një pune, ndoshta shariati se ka nxit bashkë që thonë më marr vesh. Mirë, po tradita e përkra atë marrëveshje, ajo dhe marrëveshja është obligative për dy palët. Pse? Nga se tradicionalisht është e pranuar kjo punë. Do thotë aspekti i shitblerës në Islam është ose kapitulli i marrëdhënieve edhe raporteve ndërnjerëzore është shumë më i gjerë se kapitulli i adhurimit. Për këtë jemi më të lirë. Në këtë e ki halal. Çdo formë që të bën mend ty, me bot tregti, me shit mallin tënd, çdo formë reklame që ti të bën mend, që ta propagandosh mallin tënd, ta shitësh mallin tënd, është e lejuar përveç kësaj që do ta mësojmë nëse është ndaluar apo. Atë mëson këto rregulla, e mëson këtë kapitull mirë, pastaj je i lirë çysh dush me bot tregti, duke u përmbajtur kësaj do të thotë kapitine që do ta marrim në vijim thash me dy krah të saj. Krahun e saj që bazik edhe krahun e saj praktik që ka të bëjë me çështjet bashkëkohore dhe moderne të kësaj kohe. Kjo është hyrje domosdoshme në këtë kapitull. Pastaj vazhdojmë tregtisë në gjuhën arabe. Unë do ta përmendoj të shpejt tregti. Pas nga se kjo më e njohura që mos filloj me shprehje të tjera që do thotë shitblerje, tregti ose pazarllëk ose mjaftojmë me tregti e keni parasysh se çka është për qëllim ato. Tregtisë në gjuhën arabe i thon el bay', don ba ja edhe ain, el bay', që gjithsesi nën kupton marrje edhe dhënje. Do të thotë çdo marrje edhe dhënje në gjuhën arabe i thon bay'. E kjo fjalë ka ardhur për një shprehje tjetër. Në gjuhën arabe do të thotë kur të zgash dorën në kjo formë, që kjo i thon ba. Apo se ka dhira, ka soni krah, ka shibër, pllom, ka don soni lër, edhe ka ba, ka çapton. E ba i ka pi bay apo. Do të thotë kur dy palë, njëri e zgat nga ana e tij do me dhon, tjetri e zgat nga ana e tij me marr, kur dy palë do zgjatin një dorë për marrëveshje, kjo në gjuhën arabe gjithsesi po them quhet el bay apo. Që është pesaj është huazu pastaj shpreha tregtia. Ndërsa në aspektin shariatik, shariati çkafit i thotë tregti. Don kur shariat nisan është tregtia. Në shariat nisan është tregti kur i plotson këto kushte. Edhe ky është definimi i tregtisë në shariat që e kanë thënë dietarët, thonë mubadalatul mali bi mal bi gharad at-tamalluk. Do thotë shkëmbimi i pasurisë me pasuri me qëllim të posedimit dhe pronësisë. A kuptuat? Shkëmbim malli me mall. Do ta mësojmë çka shërat është mall. Jo çdo sa shërat është mall. Në shkëmbim i mallit me mall. Po çuj mall se thënë është fjalën e orë mall. Do shkëmbimi i mallit me mall me një qëllim caktuar. Do thotë jo çdo shkëmbim është tregti. Kur ky shkëmbim bëhet mall me qëllim të pronësisë dhe posedimit. Në dy palë shkëmbin mall me mall e kanë për qëllim që secili të posedon ato çka është në dorën e shokut të tij ose klientit të tij. Kjo gjithsesi, shariatikisht, do në aspektin terminologjik, kuptimi i tregtisë shariat. Tash fillojmë komentin e këtij, do të thotë definimi
këtij definicioni detajisht apo. Kur themi shkëmbim, nën kuptojmë se këtu janë dy palë, që kanë interes saktuar se s'la palë nga pala tjetër. Edhe ai që shet, por ai që blen, ka interes saktuar se s'li penjonin tjetër. Kur themi shkëmbim, del pe kësaj aspekti i dhuratave, i hedijeve, i sadakave. Do të thotë, këtë rregulla që ti mësojnë në MVM s'kan bëjmë me hedijet. A kuptove? Andaj është më rëndësishme kuptu rregullën, se rregulla është ai cili i vendon kufit, kufizimet. Në vijemna që po flasim me këtë rregull, çka kemi për qëllim? Kemi për qëllim do të thotë një shkëmbim të caktuar, jo çdo shkëmbime. Se ti shkëmben me fukaran kur ti jap. Pse? Se ti i jap për shembull sadak parë, ai ti jap ty mundësi për sevape, mirë po ky shkëmbim së tregti. Edhe nuk vlen me këto rregulla të tregtisë ato. A kuptove? Andaj do të thotë shkëmbim i caktuar, nuk është çdo lloj shkëmbimit. Shkëmbim që është për qëllim përfitimi edhe posedimi që do të jenë në vijem apo. Pastaj tham shkëmbimi i mallit me mall. Çka është shariat mall? Kur nisan në shariat quhet mall. Nisan shariat quhet mall në atë moment kur shëretikisht ai sen do të ka vlerë edhe është i dobishëm për përdorim. A kuptuat? Do të në shariat nisan quhet mall, çfarë do të qoftë ai sen? Qoftë letër, qoftë çka do të qoftë ajo? Po në shariat e merr të drejtën të quhet mall, që lejohet të bëhet shkëmbim me të, në atë moment do të thotë kur ai plotson këto dy kushte. Kur është i dobishëm për përdorim, apo kur është i dobishëm për përdorim, edhe e dyta do të kur ka vlerë që ja ka dhënë shariati, jo që jap njëri. Në kohën e shariat që ndoshta tek njerëz kanë vlerë të shtrejt, me po shariat se ka asnjë pikë vlerë atë. Sigurisht është alkooli atë. Ka mundësi me pas do të thotë konjaka me 100 euro, po në shariat nuk guxon as 1 cent më vlerë atë. As më ushit, sikur të gjën vijm, se s'ka vlerë. Nuk ajo që ka tram, s'ka vlerë, nuk vlerësohet hiç. Nuk futet as pak në kriteret e vlerësimit nisani atë. Ai kur them për mall, kemi përshim ai mall i cili ka mundësi të vlerësohet shariatikisht. A kuptuat? Do mall në shariat është çdo sen i cili ka mundësi të vlerësohet shariatikisht, që nuk kuptohet se ka mundësi të përdoret, është i lejuar të përdoret dhe ka dobi sipas vlerësimit shariatik. Kur e themi kët, peksoj dalin shumë sene. Mund të përjashtohen shumë sene. E para, çka përjashtohet peksoj? Përjashtohet çdo sen që s'ka dobi. S'ka dobi besoj. Nëse që nuk ka dobi njëri besoj, nuk guxon me shit. Ka se nëse e shet, ke hyrë me një lloj tregtisë ndaluar që do ta mësojmë. Mirë, po këtu janë tash baza, po vendojmë tash baza. Do ta mësojmë tregtia e mashtrimit. Nuk guxojmë me mashtru klientin sa ai se kupton vlerën e mallit. Apo, pa e për shembull, sikur se kanë sikë dietar shembull për këtë pavlerë, me mbledh dikush insekte, apo edhe me mbledh miza, mickoja, edhe me 100 tregë me jashit dikujt apo. Shembull konkret apo. A guxojmë po këtë? Po them pse mëron se po shes unë haram, si ku fitu, sperraj, çe ku malli. Nuk guxon pse? Se malli që është ti s'ka dobi. Çfarë dobi e ka pe asaj? Kur që s'ka dobi? Andaj minimal që nuk ka dobi, nuk guxon shitet. Që nuk përfitohet me ti apo. Nuk ka dobi të përdorimit. S'ka kur far, do thotë reflektimi pozitiv, praktik njët në njerëzve, nuk guxon ky mall të shitet apo. Kështu që ti është pianizëm ndërtua, po. Ta është edhe në të ardhmen. Çdo sen që ata vinë ose vinë në formë ndryshme të shitlerës, ti e shese. A guxon që ky mall a ka dobi, s'ka dobi. Do të thotë kushti i parë të këtij bën atë. Nuk ka mall ky. Nga se kushti i mallit është këtë dobi të përfitimit atë. E dyta, që del besoj është se ka mundësi me pas dobi. Mirë, po përdorimi i saj është haram atë. Don, e para që mos jetë mall që nuk është dobishëm. E dyta, që mos jetë pe mallave që ka dobi. Mirë, po përdorimi i asaj dobi është haram, sikurse alkooli, sikurse do të thotë mishi i derrit, e kështu me radhë, sikurse do të vjen ose me shit instrumente muzikore, ka dobi. Normal, se ti e shet me ti ki dobi se e shet mirë, ose ai ka dobi se përmes gitarës fiton parë, nuk mund të s'ka dobi. Mirë, po ai fitim është haram. Andaj edhe ky bjen, ky s'është mall atë. Prandaj don çdo shitje gitarës nuk është tregti i shariat apo. Edhe se bëhet marrëveshja, ajo marrëveshja është e pavlerë. Për çfarë arsye? Nga se nuk është plotsu kushti. Në kushti i tregtit për me qenë një sen tregti, thamë është shkëmbim i mallit me mall me qëllim të posedimit dhe pronësisë. Don e përjashtuam prej mallit çdo mall që nuk ka dobi. Që s'është i dobishëm përdorimi i tij,
sikur se i ceka disa shembull shumë banal, e ka mundësi shumë tim me mos sjell të ngjashëm. E dyta do thotë që të jetë i dobishëm përdorimi i tyre mirë, por shëretikisht është ndaluar të përdoron. Për arsye pejgamberi sa ka thonë, inna Allaha idha harrama shay'an harrama thamana, Allahu azza wa jall kur të ndalon një sen e ndalon edhe çmimin e tij apo. Unë ka bëu haram këtë sen, zguxon as më nuk si çmim apo. E ndaluam ashtu. Për këtë arsye pak më dal jashtë për ta kuptuar më thjesht këtë punë apo. Ka disa shtazë në shariat që janë ndaluar me ngrën. Pse? Thotë dikush ka argument, nuk ka argument, do të thotë pse është ndaluar me ngron. Mirë, po ka argument se është ndaluar me vrar. E pa vrasën e han. Andaj nga i kjo dire kuptojmë se është e ndaluar me vrap. Andaj çdo që të e ndaluar me përdor, është ndaluar me mja mundsu diku që ta përdor. Duke i dhënë hedi ose duke ashtu çfarë do qoftë kjo mënyra bartës së kësaj pronësie prej te deri tek tjetri apo. Për këtë arsye do thotë kushti i dytë është i mallit që del pi rregullit të përgjithshëm, që malli do thotë ka mundësi të jetë i dobishëm, po të jetë haram. Nëse është i këtij lloji, atëherë është ndaluar që të shitet nuk është mall. Edhe e treta, ka mundësi që të ketë, ka mundësi që të jetë i dobishëm, ka mundësi që të jetë halal të përdoret, mirë po është e lejuar të përdoret vetëm kur ka nevojë, jo në çdo rast aftën. Prandaj del pe të quajturit mall shariat aftën. Nga se kur jemi të malli, mall në shariat është çdo sen që ceka që lejohet të përdoret pa kur far kurzimi. Pavarësisht a ka nevojë, a është domosdoshme, është halal pa çfarë lloj kurzimi. Nëse lejohet përdorimi i çati malli, don mall tham çdo sen është ato. Mirë po lejohet shariat me përdor me kushte, jo gjithmonë, atëherë që ky kurzim e bën që haram që ky të jetë mall tregti ato. Për shembull, do ta mësojmë detajisht këto shembuj apo. Mirë po, për ta ilustruar këtë më mirë. Shitja e qenit ato. Qeni në shariat është haram me majt. E dini? Do nga se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, don mbajtja e qenit në shtëpi dhe fotografive ndikon në dëbimin edhe largimin e melajkeve nga shtëpia. Andaj kjo me kullues është haram. Mirë po, ka përjashtimin hadith, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë kur na ka ndaluar me majt qen, ka thënë illa përveç kelbe sajdin, përveç don qeni që marr për gjuhë e tij. E ka luajtur me majt i lloj qenit, ose qeni kelbu mashje, don qeni që marr për rrutin e baktis, si qenet e sharrit për shkak ka nevojë me rrut delet, e lejuam është në majt. E tash vjen dikush thotë, ju e keni thonë se çdo mall që lejohet më përdor. Atëra don qeni po lejka më përdor. Çfarë argumenti? Atëra bën me qen me ble diçka për shembull, ose me shit. Ta themi se jo. Për çfarë arsye? Nga se kushti i madh është të jetë i liruar në çdo situatë, në çdo rrethon, e jo me kushte. Si domon përdoret tek ose si të futet tek ai në një kurzim, atëra i del nga të qendrit mall që lejohet me bosh shkëmbim me të gjatë raporteve që ti ke me njerëz. A kuptuat? Edhe e katërta thon që të jetë i lejuar me në raste domosdoshme. Do i të që të jetë i lejuar në raste të nevojës, i katërta është që të jetë i lejuar në raste të domosdoshme, sikur është softina. Do dikush për shembull, unë po maj softin pse? Helbet dikush është në zor të dekun e jashes kur është në zor të dekun. A bën? Nuk bën. Nga sa është në raste domosdoshme, nuk bën pas mall ata. Ai është i lejuar me në raste domosdoshme. Nuk është i lejuar gjithmonë. Andaj del nga mundësia do që të jetë mall apo. Edhe kushti i fundit që u përmend në definicion është me qëllim pronësie apo posedimi. Për këtë arsye çdo formë e marrëveshje mes dy palëve që nuk përfundon me pronësi edhe me posedim, në shariat nuk është tek ti apo. Atë që ka rregullat e saj. Ka rregulla tjera. Për shembull, qiraja. Ti për shembull jap dikujt me qira shtëpinë tonë, mirë po qiraja është i farë raporti, është i farë akti mes juve dy vetë, i farë marrëveshje, mirë po s'ka për qëllim posedim të përhershëm. Andaj del nga rregullat e shitblerës apo. Nuk vlen për ta. Ka rregulla të posaçme të vetë apo. Shitblerë është vetëm atëherë, tregti është vetëm atëherë kur plotëson këto tri kushte. Shkëmbim indërsjell, duke shkëmbim mall me qëllim pronësie dhe posedimi. Çdo kusht që del jashtë këtyre tri kushteve, atëra e bart atë raport, atë marrëveshje mes dy palëve e bart në tjetër ميدan, nuk është ai ميدani jon. A kuptuat? Kjo është që duhet ta kemi parasysh apo. Kjo është tek ti apo. Andaj mbase e kuptojmë, se do të vjen
se në sheria do thotë nuk ka gjithmonë tregti ajo që bëhet veç parë me mall, parë me mjet, mirë po ka mundësi të zhvillohet edhe në forma të tjera shkëmbimi i mallit me mall, sikur do të vjen në vijim apo. Masi që e kuptuam do thotë se çka është tregtia, edhe e kuptuam rregullat e saj, definicionet e saj shëriatikisht në aspektin e përgjithshëm, atëherë vjen pyetja se çka është vendimi i shariatit për tregtin. Vendimi se a është farz, a është haram, mekruh, çka është apo? Në esencë, tregtia është halal, e lejuar apo. Do të lejohet për njërin që të mirët me tregti. Mirë po, ndodh që kjo tregti pastaj të kalon në rregullat e shariatit që flasin për obligimet e individëve ato. Për shembull, mund me kontraktia farz, mund me kontraktia haram, mund me kontraktia mekruh, mund me kontraktia e lejuar, ndash më sumar. Ka mundsi. Do në esencë është e lejuar. Pastaj varet pe individit, varet se çka është ato. Për shembull, një njeri i cili ka parë, mirë po nuk merr vesh në treg. Kjo është haram me shku në treg. Se i hub parët për një ditë, nuk din se çka shkon tregu, nuk din ç'ish blehet, ç'ish i të vën, këtij njeri do në ka për obligim gjykatës islam kadia, më anal parët apo. Edhe më ti s'bën më tregti, po ta gjoni tregtorin që s'ka parë, po din më tregti, kështu më radh rregulla që ja mirë po do të thotë ka mundsi rregulla në situata të caktuara që tregtia për dikon me kon haram, për dikon është me kon farz. Pse? Se s'ka mundsi me mirëmbajt familjen ndryshe për se duke bë tregti. E mirëmbajtja e familjes është obligative. Për këtë arsye rregulli i shariatit thotë çdo sen i cili ndihmon ose kurzohet përmes tij kryerja e obligimi, edhe ai bëhet obligim. Për shembull, unë kam një obligim me kry, mi po çat obligim s'kam mundësi me kry përveç se përmes një obligimi tjetër. Edhe që ai obligim bëhet obligim, jo pse nëse është obligim ai, jo për shkak se kurzohet përmes tij kryerja këtij obligimi. Për shembull, abdesi me namazin, abdes me marrë çash nuk ka farz. Mirë, po kur vjen vakti i namazit, s'ki abdes, s'ki mundësi me fal namazin pa abdes. E ki farz me marr abdes. Barë që ki marrë, bëhet për ty bëhet obligim. Mirë, për tjetër që ka abdes nuk bëhet obligim. Do ndallon për njërit në njëri. Edhe njëri që s'ka me çka marrë familjen e tij, përveç se duke bëhet tregti, edhe i ka kushtet me bëhet tregti, ky ka obligim me bëhet tregti, nga se nëse nuk e mirëmban familjen e tij është gjunaqar. Ka mëkat, gjuna bën njëri nëse nuk e mirëmban familjen e tij. Edhe ka mundësi me kon me kroh e kështu me radhë sipas rregullave të caktuara, mirë po ajo që na intereson neve është se të marrit me tregti në esencë është halal. Edhe për këtë ka argumente të shumta në Kur'an, në Sunet, edhe në konsensus në ulemave, pe fjalët e Allahu xhalla wala është Allahu thotë në surën Al-Baqara, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allahu e ka lejuar shitderën tregtin, bej'in, qeceka, edhe e ka ndalu kamatën. Dërsa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, dy njerëz e kanë të lejuar që të zgjedhin në shitblerën e tyre derisa nuk ndahen. Kryesori është në këtë atë ka përmend lejimin e shitblerës edhe shkëmbimit të mallit me mall, edhe gjithashtu konsensusi ulemave prej kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri sot, do nuk dihet në një alim që ka dalë në fytyrë tokës e që ka thënë se është haram më marr me tregti. Këto dietar thonë se është e lejuar marrja me tregti, ai ka konsensus tek dietarët për këtë çështje. Kjo është përkat domon legjitimitetit të tregtisë. Do është legjitime, është e lejuar, mirë po pastaj varet nga situata dhe varet nga personi, ky do thotë ky lejim pakohet ose shtohet. Do pakohet bjen në shkallën e lejimit duke u bë me kross haram ose shtohet duke ngrit pe shkallës së lejuarit në shkallën e mustahabit është e mirë për të më bë deri në shkallën e vajibit të obligimit, varet sikur të thash pe njerit edhe pe rrethanave. Si nda tregtia në Islam? Do llojet e tregtisë në Islam. Në Islam i kemi do të thotë dy ndarje kryesore të tregtisë, e çdo ndarje për këtyre ndarjeve i ka nën ndarjet, nën grupet e veta. Varësisht nga cilin kënd e shikojmë. Do të thotë, nëse e shikojmë tregtin nga ky aspekt, atëherë ndahet kështu. Nëse shikojmë tregtin nga ky aspekt, atëherë ndahet. Çka na ndihmon kjo? Na ndihmon kjo sot shumë kur të mësoni meselet e tjera se do të thotë oferta e caktuar që bëhen treg, ti e shikon nga cili aspekt i tregtisë, do të po folet për të që ta dish se çka ndërtohet edhe është halal apo
apo është haram apo. Kështu që nëse e shikojmë tregtin nga aspekti i përmbajtjes së marrëveshjes apo. Don çka përmban marrëveshja? Se me çka kena me shkëmbyna? Atëherë kjo ndahet, kjo tregti nga e shikuar nga ky aspekt ndahet në 3 lloje. Shkëmbim i pasurisë me mall. Tash po them mall në kuptimin e ngushtë, që nuk kupton të na mall nuk kanë parat, apo. Mall është çdo sen që nuk ka para. Andaj tash në këtë pikë nuk e kam përshim mallin e parë. E kam përshim mallin tash në aspektin më të ngushtë. Do çdo sen që nuk ka para. Do lloji i parë i tregtisë është shkëmbimi i asaj që ka vlerë. Nëse sikur është parja, ari, argjendi, në këtë rast është para të na, në shkëmbim i parave me mall, me mjet. Do ti jep para, ai jep pasuni. Kjo është ai jep don në mall caktuar, apo çfarë do kuptoj mall, kjo është e lejuar pa pikë problemi apo. E dyta, shkëmbim i mallit me mall. Për shembull, e jep një orë, të jep një laps. E jep një parë këpuca, të jep një kapel. Do të shkëmbim i mallit me mall. Ky është i lejuar përveç në ato malla që i përfshin kamata. E keni më mësuar cilat janë këto malla ato. Andaj nuk lejohet me shkëmby, për shembull, nuk lejohet me shkëmby ari me ari përse ndërsa caktuar ato. Nëse sikur se bëhet na shkëmbimi i arit të vjetër me arin e ri, duke e mungu vlerën e arit të vjetër, kjo është haram, se është kamat. Sikur do të mësoni në dersat e ardhshme, mi po më rëndësish me di se lejohet shkëmbimi i mallit me mall përveç ka përjashtimi se është ndaluar atë. Në çdo lloj lejohet, për shembull, ti të ka bash dikush diçka, e ta sum di kthem parë. Thuaj kthemi që tonë që të lirë, lejohet. Domthonse se kjo është shkëmbim, edhe nuk prish punën, apo nga se shati ka pranuar këtë lloj të shkëmbimit. Do të kemi të parën shkëmbim pasunie para domthon me mall. E dyta shkëmbimi i mallit me mall, edhe lloji i tretë, do shkëmbimi i monedhës me monedhë. Sikur për shembull me ndru euron me dollar, ose në monedhë valutë caktuar me ndru me një valutë të caktuar, edhe kjo është lloj i shkëmbimit shërat i lejuar me kushtet e veta që do të mësohen, don që i thonë në gjuhën sarf, është njohur sikurse exchange domthon që thonë ato vende ndryshme që bëjnë shkëmbimin e monedhës me monedhë, nga se çdo monedhë e ka nga një bazë të caktuar që e dikton vlerën e saj apo. Andaj ai shkëmbim është vetëm formal, ose në esencë është shkëmbyer diçka tjetër me diçka tjetër. Kjo është shpjegim në vete, mirë po si formë tregtisë shariat ekziston. I ka kushtet e veta dhe i ka rregullat e veta. Andaj thash, nëse e shikojmë tregtin, ka aspekti i përmbajtjes së marrëveshjes, ndahen 3 aspekte. Për shembull, unë do të marrëveshje me dikën e i them, që të mall unë ta blej me parë. Lejohet, do të shkëmbim marrje e mallit përballë parave. I them, marrëveshja është çka? Unë ta dhoni fletore, ti më jap një parë këpuca. Lejohet, nëse marrëveshja e ka përmbajtur atë. Ose para me para. As mos me mall, as po do mall atë. Ti më jap 100 euro, ti dhon $150, ose kështu me radhë atë, do thotë edhe ky lloj i shkëmbimit edhe ky është i lejuar. Shëretikisht thash se s'ni pikërini ka rregullat e veta, i ka përshtimet, mi po thash jemi në fazën e ndërtimit veç. Do mos kuptohet kjo e përgjithshme. Edhe çysh do koft. Jemi duke vendu bazat e caktuara. Prandaj në të ardhmen kur mësojmë këtë rregull themi se ky rregull i takon kësaj llojit të tregtisë, ky i takon kësaj llojit të tregtisë e kështu me radhë. Dërsa nëse e shikojmë tregtin ka aspekti i pranimit dhe dorëzimit, do të kemi marrëveshjen, jena marrë vesh që me blej që të sen me pare. U bo, kur kime ma thonë, tash e kjo formë të tregtisë. E para është forma e shkëmbimit, e dyta është mënyra e pranimit dhe dorëzimit. Nëse shikojmë tregtin ka aspekti i përmbajtjes së marrëveshjes, faktikisht nga shkëmbimi i formës së mall me mall, thamë kemi 3 forma. I cila ka thënë. Nëse e shikojmë ka aspekti i pranimit dhe dorëzimit të 2 anëve që shkëmbejnë, qoftë mall ose qoftë pare, atëherë kjo ndahet në 4 lloje ato. Ndahet në 4 lloje. E para është që të jetë edhe parja, edhe malli i dorëzuar dhe i pranuar në njëjtën kohë. Sikur të ndodhë shumicën e rasteve. Për shembull, shkon në dyqan, sa kron kimik, 1 euro. Çe 1 euro, çe kimiku ato. Kjo lloj i parë, kjo është halal pa pikë dyshimi ato. Do kjo është halal. Do tregtia e shikuar ka aspekti i pranimit dhe dorëzimit të 2 dobive ato.
të dy anshme. Do të thotë dhënje monedh përballë mallit, njëjtën kohë, të dyja tipën, kjo është e lejuar. Kemi forma tjera. Për shembull, dhënje e parave përpara, ndërsa dhënja e parave në moment ndërsa vonimi i mallit më vonë. A është e lejuar kjo? Për shembull, unë do më blej një mall, ai thotë që ky mall kushton, për shembull, ose shkon sikur se ka në hadith pejgamberit, edhe kjo do të jetë kapitullin e veçantë për shkak se është e rëndësishme. Ka ndodhur kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shembull kanë shku me një kopsht, edhe ka pas trungje shumë të hurme ato. Edhe ai ka pas njerëz caktuar kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kanë njoft se çdo hurme sa ka më qit pavarësisht ato. Edhe unë marr vesh, ka unë mirë, unë po e marr si kopsht apo. Çe parat kur pjekën hurmet, mi bjen 100 kg hurma ato. Në këtë rast ti ke parat, nëse ke vanu marrjen e mallzave. Kështu e thën bej uselam, gjuna e shariatit, bej uselam është kaptin veti, ka rregullat e veta, kur lejohet. Në çfarë sasi e lejohet, çysh lejohet, do ta marrim më tutje, mirë po marr vetëm si formë e tërësisht ekziston. Do thotë lejohet dhënia e parave avans pastaj vonimi i mallit më vonë apo. Kjo është e lejuar me rregullat e veta, normalisht apo. Edhe forma tjetër e tregtisë është që të jetë malli don tash ndërsa parat më vonë apo. Kjo është e njohur sot me kredi apo. Do me blej me kredi. Kushton që ky mall, që kaq ta paguaj për 6 muaj. Apo edhe kjo është e lejuar shariatikisht, edhe për këtë ka bazë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur është hadithi që e transmeton Buhariu nga Berire radhiyallahu ta'ala anha, ka qenë, do të thotë, shërptore e Aishës radhiyallahu anha, po në esencë ka qenë robresht në fes arab. Edhe ju ka thonë, apo më leni që ta blej veten tam, do të ju dho para unë, apo edhe shitëmni, shitmani veten tam apo. Nëse ka qenë robresht, edhe ka pas nevojë që të lirohet. Atëra e ka blej vetën e vet, ka qenë marrëvesh me 6 asë matje të arit asaj kohe, edhe ka thonë ja u dho kët për kaq kohë apo. Mos u kap, ata e kanë liru me shkuat, do ai ka marr mallin, mirë po pagesa ka qenë me kista apo. Do pagesa ka qenë me kisës ka qenë momentale apo. Do thotë mirët malli, mirë po vanohet pa pagesa apo. Kjo është në arabisht quhet el-bay bit-taqsit, don shitblerje ose tregti me kiste. Edhe kjo është e lejuar, mirë po normalisht me rregullat edhe me kushtet e veta, edhe lloji 4 i tregtisë shikuar nga aspekti i dorëzim pranimit, do thotë lloji 4 i tregtisë është shkëmbimi i mallave borx me borx. Asu na pal spagun. Mirë po thotë unë ti do që kaq, thotë edhe unë po ty ti do që kaq. As kanë asnjëri asun në pyetje jove. Në kjo formë është e ndaluar me haram me të gjitha me dhëbet me gjithë ulemat. Kjo ka ijma, konsenzus se është haram me ndaluar për sebebe të tjera shumë të afton. Një pyetje tyne mundësia e hyrjes së kamatës, mundësia e hyrjes së mashtrimit, mundësia e hyrjes së dëmtimit e kështu me radhë. Andaj është e ndaluar për këtë do të ketë sqarim do të matutje pse çfarë forma merr kjo, mirë po kryesor duhet ta dim se duhet që gjatë shitblerjes me dikën spaku njëra palë me dhon diçka afton. Nuk e cila e lidh palën tjetër me çata afton. Nëse s'ka shkëmbim, nuk ka shitblerje. E në thamë duhet me pas shkëmbim mall me mall. Ose spaku njëra palë me dhon diçka afton. Ose me dhon mallin, ose me dhon pasurinë, monedhën, këtë rast afton. Nëse mungojnë të dyjat, as ka mall, as ka pasuri, kjo në çfarë nuk është tregtimi, po është hile që është e ndaluar apo. Prandaj duhet që të largohemi prej saj. Me kaq përfundojmë këtë hyrje në këtë kaptin me këto rregulla, se do të kemi 2 ora apo. Ora por përfundoj, bëjmë pak pushim 2-3 minuta e pastaj vazhdojmë me lejen Allahu xhalla ualla dhe me orën e dytë me rregullat tjera që na kanë bërë lidhje me këtë kaptin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Do të morëm në pjesën e parë disa hyrje të domosdoshme që do të shkojnë ka shkrihen me lejen Allahu xhalla wala, do të shkojnë ka letohen, mirë po janë të domosdoshme të dihet. Do të thotë duhet domosdoshmë ta dim se cili është definicioni i tregtisë shariat. Nuk është e mundshme
do të me bëhet tregti nëse nuk din se çkafit i thot seriatit tregti. Me kushte që i cekëm më herët. Do të thotë tregtia në seriat i ka 3 kushte. E para shkëmbim, e dyta që ky shkëmbim bëhet mall me mall, e treta do të jetë me qëllim pronësie. Edhe të trijat i sqaruam se çka nën kupton shkëmbim, çka nën kupton mall dhe çka nën kupton posedim. Në këto ndërtohet tregtia islamove. Pastaj llojet e kësaj tregtie nga aspekti që shikon. Nëse shikon nga aspekti i përmbajtjes së marrëveshjes, atë ndahet në 3 grupe apo në 3 lloje. Do të mirë me vesh me shkëmby, mall me mall, pasuni me mall, pasuni me pasuni, qytet që të marrën me vesh, se çfarë për këtyre ka llojin e vet ose nëse shikojmë të rinë nga aspekti i pranimit dhe dorëzimit. Do të marrëvesh ne kemi qartë, po duhet me dhon parë përballë mallit. E kam qartë këtë, mirë po nuk e kam qartë do të thotë pranimin e dorëzimin. Se çfarë formë do të kryhet, nuk kam qartë kohën, atë edhe për këtë suriati ka llojet e vetë të tregtisë, nëse bëhet në këtë kohë me këtë kohë lejohet, nëse bëhet në këtë kohë me këtë kohë nuk lejohet, e kështu me radhë. Në kjo është besoj që e qartë, edhe mbi këtë ndërtohet do të thotë tregtia islame. Do të pam se çka është tregtia. Tash i kemi kjo që ka thënë tash është se çka quhet tregti në shariat apo. Kur nisan është tregti. Për me dalluar se çka është tregtia, çka është qiradhënia, çka është kjo, duhet me ditë se ku janë kufit e sesles apo. Nëse nuk ka kufizime, atëherë përzihet tregtia me qira, përzihet tregtia me hedije, me dhurata, me sadaka e kështu me radhë. Kështu që duhet me pas sesli mejdan, sesla fush kufirin e vet për me dalluar nga fusha e tjetër. Prandaj për me dalluar fushën e tregtisë nga fusha e hedijeve dhe dhuratave ose nga fusha e qirave ose nga fusha e forma të tjera të ngritjes së raporteve mes njerëzve, e kemi vendu këtë termo. Se ne kemi marrë nga dietarë që kanë folur këtë temë. Tash e kuptojmë çka është tregtia. E kemi tregtin para veti, tash cilat janë shtyllat e tregtisë në Islam? Mbi çka ndërtohet tregtia në Islam? Tregtia në Islam vazhdon ndërtohet mbi 3 shtylla, 3 komponente. Duhet të jenë prezente që të realizohet ajo tregti. Do na kemi tregti para veti, mirë po tash dona që ta realizojmë, ta funksionojmë këtë term. Nga se për një përmendje është vetëm teorik. Tash po dëshojmë që ta fusim praktik këtë emërtim, këtë teori, dëshojmë që ta fusim praktik. Për ta shtyn praktik, për ta zbërthyer praktikisht këtë term, duhet tash ta bëjmë përmes 3 shtyllave ose 3 kushteve, 3 komponenteve kryesore për të ndërtohet tregtia. E para është ekzistimi i 2 palëve. Do më zot me kon 2 palë. S'ka mundësi njëra palë apo tregti me vetveten apo. Me ekzistu 2 palë, sikur sa fillim shkëmbim. E kushti i parë është ekzistimi i 2 palëve. E dyta është, do thotë që të plotësohen kushtet e asaj që shkëmbehen. Do të më shiku parat, më shiku mallin, ai ka plotësuar kushtet që të shkëmbejmë tash me këto apo jo. Edhe e treta, forma e lidhjes së marrëveshjes apo. Për shembull, do të vjen salimi kësaj, nëse unë i them dikujt apo merre çita, a e kumshit? Jo, s'e kumshit, pas ka formë caktuar që më lidh marrëveshja. Esla është në shprehje. Do në shprehje e caktuar përmes cilës lidhet marrëveshja, edhe dorëzimi, edhe oferta, po edhe pranimi. Apo duhet me kon bas formë caktuar nga se nëse nuk është ashtu, s'u obligojnë e kërkon me dhon parat për mallin tim nga se shëratikisht nuk është përdor. Do thotë shprehja e pranuar që të lidhet marrëveshja. Do të e kemi marrëveshjen ajo për cilën miremi vesh edhe 2 palë që miren vesh. Këto janë 3 kushte apo. Sesi për këtyre 3 kushte vllazni i ka kushtet e veta. Do të fillojmë prej për njerëzve. Nëse njerëz nuk janë në rregull, ka të kthyrëm marrëveshjen dhe ka të kthyrëm ato për çka imi duke u marrë vesh. Thamë se duhet me qenë 2 palë. Është ofertuesi, është tregtari edhe është klienti. Kemi 2 palë. Këta 2 duhen të plotësojnë disa kushte që këta 2 së bashku ta përdorojnë një marrëveshje e cila pastaj do të rezulton me posedim. Njëri do të posedon parë, tjetri do të posedon mall ose ky do të posedon mallin e tij e ky mallin e tij e kështu me radhë. Andaj fillimisht duhet të shikojmë tek njerëzit. Tek njerëzit që dëshirojnë të zhvillojnë këtë raport me syne, këtë rast raportin e tregtisë, shkëmbimit të mallit me
me mall, në atë kuptimin e parë të gjerë, do mall që përfshin edhe pasuni dhe çdo sena. Kushti i parë duhet që marrëveshja që lidhet me syrin duhet të jetë me liri të plot, nuk guzon asnjë të jetë i imponuar. Allahu xhalla wala kur flet për ndalesën me ngron pasurinë e dikujt pa hak, thot illa përveç se an takuna tijaratan an taradin minkum. Për nëse është tregti e zhvilluar në baza të pajtimit të dy palësh me juve atë. Atë kjo është halal. Normal. Unë e ha pasunin, unë e ha bukën e furtarit, ajo është sakiti sa i, mirë po këtë është lejohet sa i me drejt ma ka leju, se unë ja kam pagu parët. Që jep me kuptu se nëse njëra nga këto dy palë është e imponuar me çfarë do lloj imponimi, tregtia nuk lidhet. Edhe çdo sa që prodhohet për kësaj është e ndaluar. Për këtë arsye do ta mësoni më vonë, edhe me mu pak, po më tepër me landën tjetër, ta mësoni se për shembull se njëri ka borxh, ti për shembull i ke borxh dikujt 2000 euro atë. Edhe ti e ke një kerr, apo që i cili bën 3000 euro. Apo edhe tash ti vjen ai që ti ke borxh aty na bën. Thot kthem ma borxhin se ka skaduar afati. Thosh vallahi nuk kam. Ai thot ndaq me ta shtyj afatin, shit ma kirr 1500 euro. Ai e shat mi por detyrumaj. Në te ke detyruar atë. Këtë rast marrëveshja është batil, e kotë, e papranuar. Që s'ka qenë në pajtim, nuk ka qenë ai lir komplet, nuk ka qenë i lir nga çdo lloj imponimi apo. Andaj kushti i parë është që të jenë të dy palët të lirin nga çdo lloj imponimi. Edhe ai që shat duhet ta shat me lirinë e plot. Edhe ai që e blen duhet ta shat me lirinë e plot. Normalisht, nëse tregtari është i imponuar nga rrethon të tregut, për shembull, është ka bien malli. Ata që duhet me shit malli kështu moral, ky s'përket ty. Mirë po nuk bën që imponimi vjen nga njëra nga dy palët që duhen me lidh marrëveshje apo. Kjo është më rëndësi me ditë. Do të kushti i parë i dy palëve që lidh marrëveshje është që të dy palët ta bëjnë këtë lidhje të kësaj marrëveshje të lirë nga çdo lloj imponimi. Edhe për këtë e përcjeka ajetin ku Allahu xhalla wala do të thotë në surën An-Nisa ajetin 29, përveç se do të është lejuar, nuk lejohet me ngrën pasurinë e njëri tjetrit, përveç se nëse është tregti e ndërtuar në baza të lirisë së plotë të dy palëve. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë innamal bayu an taradin, realizohet shitblerja vetëm në bazë të lirisë së plotë. Ai që shet dhunshëm, çfarë do të jetë kjo forma kësaj dhune, çfarë do të jetë forma këtij imponimi, është e ndaluar, nuk bën. Nuk bën do të më anzon ditën njëri të tash më marr mallin diçka tjetër, kjo është ndaluar. Ai duhet të jetë ai lir plotësisht në këtë atë. Kjo është esenca atë. Kjo është baza që nuk bën. Kushti i dytë është që duhet ta plotësojnë të dy palët është që të dy palët në ato që ka shkëmbejnë të jenë të lirë në përdorim. Për shembull, unë i kam 1000 euro. Mirë, po nuk jam i lirë në përdorim. Pse? Si më ka hapur në majt. Do thotë, s'jam i lirë me përdorim ato, nuk jam i lirë në përdorim. Ose nuk jam i lirë me lidh marrëveshje me dikën. Nuk kryet marrëveshja. Do të thotë duhet të dy palët të jenë të lirë në lidhje të marrëveshjes në atë aspekt, do të jenë të mundshëm për përdorimin e asaj që duhen me ofruar në marrëveshje. Për këtë do të thotë për të plotësuar kjo, duhet njeriu domosdoshmë të jetë i pjekur, të jetë i lirë, edhe të jetë, do të thotë syqil dhe i mençur. Këto tri kushte. Prandaj për kësaj del në kupton se nuk guxon ti me lidh marrëveshje me fëmijë. Apo me gjetni fëmijë në rrugë, edhe më thon apo blen telefon apo 1000 euro, po po që për shkak marr babës. Atë tani më shkon në gjyq, më thon se ka pranuar ky fëmia, e ka bash babait më jap 1000 euro. Na themi se nuk vlen, për arsye nga se fëmia nuk ka ashtaj që e ka pranuar për ti do thot marrëveshja. Ose me kon njëri rob. Njëri është rob, edhe më thon se me bu marrëveshje me tjetër nuk është e luar nga se duhet më qenë, do thot i lirë. Edhe e treta me kon me depret. Me depret e kom përshtim do me kon njëri i mençur. Mos me kon njëri i çmendur, mos me kon njëri i trullaft. Në fakt i trullaft për shembull ato. Smerr vesh në treg kur gjë. Ai s'din as ka skosh, sigurisht se kanë sill shembull dietar. Kanë thënë, por shon njëri e ka marrë një lopë ka qenë treg. Ka dalë me shit lopën treg, edhe ka marrë çmimin për shembull. Në çmim ka marrë apo. Edhe ka shkuar njëri ka thonë, për shembull ka marrë 700 euro.
Mi pa ai s'din çfarë është 100 euro. Ai ka lup, me parë s'ka pa kur. Apo edhe ky ka thonë, jo, apo për 650, ka thonë jo, valla veç 500 dash ato. A? Nuk ky s'merr vesh drejt, me këto s'bën më marrësh apo. A që është resursi drejt. Nëse për shembull e ke bleni mall për dikujt, edhe ai s'ka ditë çfarë po shet, atëherë ka drejt dikush i afrit ti me pa ditë gjë që më ia kthy mallin. Pse? Se ti ke çpërdor ignorancën e ti. S'bën me të me bën marrësh apo. E kuptove? Ai duhet të di pat me kon, do me ditë. Jo për shembull një fëmijë ka parë në xhep, edhe ka thënë baba me vlet diçka, se më ia çuti kujt të para. Edhe ti bën me të marrëveshje, apo edhe thosh çap po tash për 200 euro, ai ti jap 200 euro, edhe u kryj. Themi nuk bën, nga se lidhja me këtë rast me fëmijën nuk bën më u bë për çfarë arsye, nga se pala që shkëmben ti me të nuk e ka plotsu kusht në pjekurisë, duhet me kon i pjekur. Nëse nuk është i pjekur, nuk guxon me kon. Po marrëveshje me ta. Do me blepi ti fara, ose çka blet kjo është e lum, nga se është e ditur tregu. Me bë marrëveshje tregtis. Bazës pastaj e obligon ti palën që ke lidh me të marrëveshje, është ndaluar nëse nuk reprezenton këtë kusht. Do të thotë duhet të jetë plotësisht mi plotsu kushtet, do të thotë që të jetë i mundshëm në zhvillimin e kësaj marrëveshje. E nuk ka mundësi të jetë i tillë nëse nuk është i pjekur, nëse nuk është i mençur, nuk e din do të thotë tregun, edhe nëse nuk është i ligra apo. Edhe kushti i tretë që duhet ta plotësojmë këta dy vet është që të jetë secili prej këtyre dy palëve posedues i asaj që ka shkëmben. Ta posedon mallin. Ai që nuk posedon mall nuk bën me të me marrëveshje për shitblerje. E ndaluar me shrat. Edhe shumë çështje do thotë kësaj natyre do t'ju vinë juve në vjem apo. Don tek blera me kise, me kreditë për bankën e për këtë, e kështu me radhë, do shumë forma të ndryshme do të vinë, mirë po do të ndërton këtë pikë apo. Jo tash ti ke marrë rregull. Dy palë nuk guxoj me lidh marrëveshje, nëse njëra palë nuk posedon ato që ka shkëmbehet. Për shembull, unë du me ble një makinë ose du me ble orendi për shtëpi ose çka do qoftë, du me ble me parë. Unë mi pone do është pala që jep parë, unë në këtë rast edhe pala që shet orendit e shtëpisë, do të kur do qoftë pe firmave të ndryshme të që shesin mobile apo. E tash me anë këtë rast edhe më u fut i treti, se kështu tek na për të futur banka, edhe të bën këto marrëveshje, ti me bën marrëveshje me bankën, a banka nuk është poseduese, nuk është e lejuar apo. Duhet do të thotë të dy palët me posedu. Edhe në këtë rast dietar ka përmendur domosht shembull ndryshëm, thotë i kanë përmbledh hadithi pejgamberit sa ku thotë më vëson la tabi ma laysa indak, mos shit çka ski. Do të thonë dikujt apo do më shit apo do më ble. Rahmukallah. Apo do më ble një kil pershi, thotë po, thotë ai që po shkoj bëj të nzon deti prapë. Ai si ka? Jo, shkon nzrin deti, bëni tuaj një herë, pastaj shit. Ama do çka ski ti s'bën me shit apo. Çka nuk posedon nuk i posedues asoj nuk bën me shit apo. Ai se me kon kjo ashtu sonini ke shit sa në përvudh apo bëj kit kerr kit shtëpi sot e tina apo. Po me kon posedues i mallit me vërtetues është posedues edhe i mallit, po edhe posedues i parave, do të më fshir origjinën, ai ka vjedh, ai ka të uzurpuar, ai ka diku do të ai me kon posedues. Nëse nuk është posedues nuk lejohet. Ose e kanë thënë dietar, nuk është i autorizuar nga poseduesi. Por unë nuk kam posedues. Apo dyqan ti për shembull sunrën gjithmonë i Zotit dukues. Apo me shit. I po e lëni punëtor ti edhe e autorizon. Mbas kufive të saktuar. Atë çuqi mall kurse çikaç, nëse do me liru me dikon më shty çikaç është fundi e kështu me radhë. Ai ka autorizuar. Edhe me të bën me marrëveshje, edhe marrëveshja me të është e njëjtë sikurse me pronarin, nga sa ajo është në cilësitë pronarit, për çfarë arsye? Nga se e ka autorizuar pronari atë. Po ndyshe nuk lejohet. Nëse nuk është pronar, edhe nuk është i autorizuar nga pronari me shiqat mall, nuk lejohet me marrëveshje me të aftë. Këto janë tri kurse që duhen të plotëson të dy palë që do të vendosin marrëveshje mes vetave. Tash kalojmë te malli. Tash njerëz i këshirëm kush janë apo. Tash ato çka shkëmbejnë mes vetave. Aja për çka po mirën vesh ata apo. Apo e kemi një palë edhe dy palë. Edhe mes tyre janë dozosane që ata dëshirojnë që të mirën vesh rreth tyre. Apo e tash edhe kjo që ata dëshirojnë të mirën vesh mes tyre, edhe kjo duhet të ketë kusht të vet apo. Jo çdo sen lejohet më marr vesh me dikën apo. E para kushti i parë është që të jetë sikur se cekëm më herët, tash vjen duke u përsërit këto, duhet që ai sen që ata duhen me shkëmbry mes vetit, duhen mirën vesh rreth tij, duhet që të jetë do thotë i lejuar shërtikisht përdorimi i tij dhe ka vlerë. Nga se nuk lejohet
do të mirën vesh, na ka mundësi me kon edhe posedues, edhe me kon i lirë, edhe me kon këtë kushtet me plotsu. Tek pika e parë, mirë po ajo që shkëmbet është ndaluar, nuk bën ato. Nuk plotësohet marrëveshja apo. Nga se edhe kjo pjesë e dytë është pjesë domosdoshme plotësimit të kësaj marrëveshje apo. Që malli që shkëmbet ose që dëshirojmë të mirë me vesh për të, duhet që të jetë do thotë prej mallave që është e lejuar përdorimi i tij dhe është i vlerësuar shtretikisht apo. Andaj do të na vjen dersën e ardhshëm me lejen e Allahut Azza wa Jall kur do të tosim tek tregtit e ndaluara. Sa të llojet e tregtive të ndaluara, do të marrim vesh se do të sa gjëra në shariati i ka shpall pa vlerëshme, nuk lejohet ato që të shkëmbejnë nga se nuk kanë vlerë, ose për shkak nuk kanë vlerë, do të thotë, ose për shkak se nuk janë dobishme, ose për shkak se janë të ndaluara dhe janë të dëmshme. Do të njohim këto dyja ka, andaj shariati ka shpall për këtë arsye të pa vlerëshme ato. Për arsye për shkak se njëri i ka bërë dikujt 1000 euro, apo edhe çdo më ia kthy. Edhe ka shariat, ka gjykatë islame ose ka hoxh që ata e pranojnë me gjykumë syne, edhe unë s'kam çka më dhon. Atë çka gjym shpejt aty kanë marr. U bë, në çat vlerë. Edhe ai s'ka në shtëpi kurrë për se alkool, ka viski, ka konjak apo. Edhe më thon çito shajki një 10 copa po ti marrëm për 1000 euro. Nuk bën, nga sa do këtë më bashk nuk kanë vlerë. Nuk bën do të më vlerësu, nuk më shkëmby, nuk bën me kon që shtretikisht nuk ka vlerë. Është e pa vlerë. Edhe nëse është me qindra tona, është e pa vlerë. Por të tjerë vlerë me miliona. Jo vetë në shariat është e pa vlerë. Ajo që s'ka vlerë duhet dëmtohet dhe duhet largohet nga njerëz, nuk bën të futet në marrëveshje e tyre apo. Ose për shembull ka dera, apo që është ndaluar apo, ai ka ti aty 100, ti kimu se ta mishit shumë fish atje. Ndaluar është, s'ka vlerë ai. Andaj e para është të jetë mall i cili do të lejohet që të përdoret edhe të bëhet shkëmbim me syna. Kushti i dytë sa i përket asaj për cilën mirën vesh, do të e pam. Pika e parë kishte të bënte me kan, me ata të cilët mirën vesh. Do dy palë, edhe pam kushtet e tyre. Tash e dyta ka të bëjë me ata rreth të cilës ata mirën vesh. Ajo është malli që shkëmbet. Edhe ka kushte që të lejohet. E para tham, të jetë shariatikisht i lejuar dhe i vlerësuar, i dobishëm. E dyta është që të ketë e mundshme dorëzimi dhe pranimi. Sigurisht se ka më herët, nuk lejohet me shit zogun hava. Pse? Sa i tie pllumin, do të thotë, sa pluma po pëlqen? Po. 50 euro po blen. Ai tie 50 po kush e nxjerr atë hava? Apo s'ka mundësi me marr atë. Andaj është kurse ti të mundsh me marrë që i blen. Nëse s'ka mundësi me marr, nuk bën me blen atë. Nuk bëhet marrëvesh atë. Qoftë parë ose qoftë mall atë. Për shembull dikush ka do me blen shtëpi. Mirë parë ti ka në banka të Serbisë. Sigurisht se kanë investuar ata një banka për para, apo të sunin nxirr. Thot unë i kam çë argument që i kam 100.000 euro në këtë banka. Ai ka çikun sa i ka, mi po çasun nxirr. Apo ai s'guzon me marrëvesh me ta. Pse? Se nuk është e mundshme i kap ato para ato. Kur bëhet e mundshme kapja e dorëzimit tyre, atëherë ka vetë me kon pal në marrëveshje. Përndryshe nuk ka mundësi me bë pal marrëveshje atë. A keni qartë? Don për të qenë marrëveshje valide, duhet që ajo që shkëmbet të jetë e mundshme marrja e dorëzimit saj. Nëse pa mundësohet dorëzimi ose marrja e njërës me dy palëve, atëre e shpall marrëveshjen të pavlefshme. Nuk bën. Duhet të jetë atë marrëveshje bën me kapë, bën me kushte mundshme marrja e saj dhe dorëzimi i saj. Edhe kjo është shumë rregull i rëndësishëm. Tash duket i thjeshtë, por që ka subhanallahu tarma që do të mësoni, i ka shumë degëzimet e rëndësishme që do të mirën në ato transaksionet bashkëore që bëhen në këtë kohë. Edhe kushti i tretë që duhet ta plotëson ajo rreth të cilës po mirëmi vesh, apo është që të jetë e njohur për të dy palë. Nuk bën me shi diçka që është e panjohur. Për shembull, më thon, unë po ta blej çita ujë për 100. Çka 100? Dinar, euro, dollar, çka? Duhet më di çka. Ose po ta shos një kerr 100 euro, ose po ta shos një kerr 5000 euro. Apo çfarë kerr? Cili vit? Çfarë ngjyre ka? Pika po vjen. E kështu me radhë, do të më koni një orë komplet për të dy palë. Nga se do të vjen gjithashtu po ju përkujtoj që ta kuptoni këtë, se çdo lloj e mosnjohjes, çdo lloj e ignorancës rreth mallit që e blen ndikon në marrëveshjen që kemi me palën tjetër. Andaj nuk bën me blen diçka, e as nuk bën me shit diçka, çka nuk i ka cilësitë e qarta apo. Ka përshtatime këtu normalisht. Për shembull, njëri shet kerrën, ai nuk e din çka ka
për shembull në ato brenda gypave të makinës, nuk e din çka gati apo. Mi po në aspektin e jashtëm, provo burr, po shkon mirë që kjo kerri apo. Apo kjo është e mjaftueshme. Se tash kur të mësh i shtëpinë, do të më shku me marr arkitektin e më dëshmuar se çta themela sa vjet e bën kjo shtëpi apo. Kjo s'është e kërkuar apo. Don kur themi duhet më konë një orë sa është e mjaftueshme që dikush më ubin me blej, jo e një orë detajisht çdo sa me ditë apo. Qase një pjesë, një lloj i mosnjos është i toleruar. Don një lloj caktuar i mosnjos tolerohet. Mi po juaj që është vendimtar në mall. Për shembull, dallon me konkeri Golf dhe Mercedes, ky është vendimtar me blejone. Se nëse është Mercedes me çashmë me blejmë, por nëse është Golf se blej. Andaj ajo që ndikon, që të jetë vendimtare, pranim ose ndërzim, duhet të njohur domosdoshmë. Sikur të thash, malli ose valuta ose e kështu me radhë. Koha, për shembull, nuk bën me bu marrëveshje e më thon merre çita për 100 euro. Parat më bjen, hajde se sprish punën apo. Ja, do të më konë caktuar, do thot, edhe koha, ma bjen për ti, a do më mirë dikujt. Thuaj bimi për 10 vjet vllai më. 100 euro për 10 vjet, ama cakto. I po nuk bën ti don e hapur, nga se tregtia kurzon me qenon gjërat e caktuara. Për këtë arsye do thotë, po të veprojnë njerëzit, do të sa do të pakohesh në amicitë, edhe urrëtiet, edhe kundërshtimin me syna apo. I po sa do thotë mos pajtime edhe keq përdorime në këtë aspekt bën, ne mund të thosë se e kum pas shok, i kum besu që më delshët, shoku, vllau, miku i afërmi e kanë vendin tjetër, e kanë gosinë të shtëpia, e kanë sofrën. Tregtia i ka punë të tjera. Duhet të jetë e qartë, ta shes, çikaç, të kam mik, çikaç e ke liruar, paguje për shemb për 5 vjet, për 10 vjet, mi po të caktuar apo. Mi po mos jetë i njohur afati, mos jetë i njohur shumë, merre mirë vesh më vonë apo. Ja, çitash sa bën apo. Se më vonë tani ka mundësinë me kuptues 10 euro, të thonë jo, ky mall është për 100 euro apo. Jo, me padisë se kisha bler kur çikaç apo, edhe futet urrëtia mes njerëzve, që malshoj, që mashiti me padisë se kisha bler për hapet për gojimi, gibeti, urrëtia e kështu me radhë. Cakto vëllai. S'ka merre, mos e mirë vesh apo. Po, ajo që ka di çmimi ti që është 50 centë në pesha çmimin që ka, ajo me pagu më vonë për mëna më ato, pagesë më vonë. Mirë po, me marr pa njoft, pa ditë. Apo as kohën e dorëzimit, as kohën e dhënies, as sasinë asaj që e blej, as formën, as cilëtetin e kështu me radhë, kjo është ndaluar më. Andaj është e obliguar, do të thotë që tjetë e njohur malli që e blen me të gjitha ato njohurit e nevojshme për ta shkëmbyer këtë mall. Pa dietarët e kanë thënë disa shembuj të kohës së kaluar që edhe në këtë kohë përdoren në një njëjtë mënyrë ose në mënyra tjera pak më të avancuara. Për shembull, pejgamberi më ka ndaluar që do të çitet e kanë pas një lloj shibdere që është thuhet apo thon bejul mulamasa. Apo ka un çitë dorën ku të preksh që ka që bën atë. Ti nuk e di na prek në farmerka apo na prek në mall mos vet aty apo ndaluar më atë. S'ka me të prekme, s'ka me sy mshir, s'ka kujtë qillan atë. Do të më kone qartë. Apo? Ose shembull kanë apo i kena do gur, për gjujë ta gur apo, cilën ti zbjen 5 euro kushton atë. Ja nuk bën kështu atë. Më kone qartë, çi kjo kushton çikaç atë. Çi kjo e ka çiftë e kështu me radhë. Ne duhet të jetë çmimi i një orë, të jetë don koha e një orë, të jetë forma e shkëmbimit të një orë. Apo, do nuk lejohet më thënë, hajt se mirë vesh nesër mia parë në dorë me mos 2 muaj apo. Ja, duhet akti marrëveshja me caktuar se çka edhe kur jipet apo. Edhe kjo është e rëndësishme, është e domosdoshme tek ajo rreth të cilës po miremi vesh. Do të thotë e pam palt, edhe e pam do të thotë ajo rreth të cilës po miremi vesh. Ata të cilët po marrin vesh, edhe ajo rreth të cilës ata po mirën vesh. I pam të dy pikat edhe në pikat e tyra ato. A është e qartë? Vazhdojmë tash edhe me pikën e fundit, apo e cila është format e shprehurit. Apo non e kemi 2 palë, edhe çu që mall po pëlqen dash, çu më thon këti ama. A bën me gishta, a bën me shkruma, bën veç me marrë me gjut parat apo ne. Çfarë forme do në shariati, sa të në format në bazë të cilave lidhet marrëveshja ato. Edhe këtu shariati ka qenë shumë i kujdesshëm. Nga se e kanë trajtuar shumë të rëndësishme këtë formë. Për çfarë arsye? Jo në tregti që të njëri kaq i kujdesshëm këto pika. Mirë po, nëse ndodh keq kuptimi, atëherë e kemi qartë se çu shkëna me gjikuar. Sot njerëz aso lloj pështillime bën marrëveshje, thotë që vallahi kur me gjiku nuk din cilën do në hakon, se le ka hak me veti. Pse?
Se ky ka marrë ashtu, ky ka marrë ashtu, nuk din cilën janë hakun apo, pa e dëmtu dikon. I bën se e pasojnë mënyrën e drejtë artike, i plotëson këto kushte, duke e pas parasysh edhe formën që ata e shprehin dëshirën për të bler, do të ketë qartë ato. Edhe do të jetë kufini shumë i qartë për këta njerëz, edhe do të pengohet, do të futi aty në për armiqësie, në për urrëtie, në për të lashe të ndryshme që ndodhen sot në mesin e njerëzve. Për këtë arsye, për të qenë valide, do thotë marrëveshja me dy palëve, duhet të jetë ajo edhe e shprehur, e artikuluar përmes shprehjeve të pranuara sheriatikisht apo. Prandaj, në sheriat për të lidhur një marrëveshje, përveç kushteve që ka, duhet edhe kushti gojor, i cili shprehet në ofertë dhe në pranim. Duhet të pas ofertë. Apo, komunikon me